A është akt i dënueshëm nëse publikon biseda të cilat janë bërë në mënyrë private dhe pastaj ato dalin në rrjetet e ndryshme sociale? Rasti i tillë, referenca e fundit, Gjeneta Drilon. Po. S'pata asnjë dyshim që kemi e bërë edhe këtë pyetje. Gati për vacuzja rastet. Tani, ingjizimet, fotografimet, të gjitha këto që bëhen në vende private, ose që bëhen në ato vende apo situata ku personi është i prirë për me besu që ka një privatësi, pra një siguri, edhe pastaj këto materiale plasohen pa njohurinë dhe pa pëlqimin e personit tjetër, janë të sankcionuara sipas kodit penal në Republikën e Kosovës, sidomos kur flasim për figura publike, të cilat pastaj edhe mund të dëmtohen nga këto publikime. Në situatat të tilla, fillimisht personit të cilit mund të jetë bërë ose mund të jetë gjendur në një situatë të tillë, mund të drejtohet agjencisë për mbrojtjen e dhënave personale, pastaj mund të filloj kallëzimin penal, mund të filloj padin civile për të kërkuar dëmshpërblimin e asaj që i ka ndodhur, si dhe mund të paraqes masë të përkohshme të sigurisë për të kërkuar largimin e menjëhershëm të atyre videove që konsiderohen që janë shkelje privatësisë. Pavarësisht kësaj, meqense se ato tashmë janë bërë publike dhe unë besoj që kanë qenë virale në të gjitha rrjetet sociale, e kanë efektin e njëjtë edhe nëse fshihen ato video përderisa janë parë nga masa? Kjo është çështje e publikut pastaj. Mirë po, unë besoj që ta detyrosh një person që e ka bërë një veprim të tillë, kur do qoftë, është shumë mirë për personin në fjalë, po edhe për të ardhmen. Praktikisht edhe vetë sistemi i drejtësisë edhe vetë dënimet janë për me rrit dhe për me vedisu një qytetar që një veprim bëhet apo nuk bëhet, që një veprim sankcionohet apo nuk sankcionohet. Dhe në këtë drejtim unë besoj që është pavarësisht që videot mund të jenë bërë virale, që mund të jetë parë nga një masë e madhe, unë besoj që detyrimi për me i largu të njëjtat është një veprim i duhur. Po, sa i përket rasteve të dënimit, rastet të këtilla, pra nga pala e dëmtuar, ose flasim për shembull për palën fajtore, nëse vetë se konstatohet të jetë këtill, cili mund të jetë dënimi? Kjo vepër penale është sankcionuar me nenin 202 të kodit të procedurës penale. Unë nuk mund të paragjykoj dënimin, dënimi është përcaktuar aty në kod. Tani, fillimisht duhet të ngritet, duhet të dorëzohet një kallëzim penal, duhet të jetë një akt akuzë, duhet të realizohet ose të ndodhë një shqyrtim, dhe në fund gjykata e vendos dënimin, nuk është që e vendos avukati. Ka raste të shpeshta sa i përket kësaj, e marrin njerëzit edhe iniciativën e këtillë duke parë së parasysh? Kohëve të fundit jashtëzakonisht shumë. Po, për shkak se dhe abuzimet janë më të mëdha dhe mundësit për me e keqpërdor, për me i plasu në rrjetet sociale veç se janë rritë, se është thatë edhe vetë jemi në një epokë të digitalizimit ku qasja dhe gjithçka është shumë e lehtë.